Dhjetori në Vlorë ka një dritë ndryshe, qyteti vishet me ngjyra, rrugët mbushen me njerëz dhe zërat bëhen të ngrohtë. Në prag të ndërimit të viteve, Vlora Flet ndalet në zemër të qytetit për të dëgjuar urimet, shpresat dhe mendimet e qytetarëve, sepse fundviti nuk është vetëm fest, është dhe reflektim, dëshirë dhe bashkim. Jetim bashkë, jetë mira. Ju keni ardhur apo jetoni këtu? Kjo jemi të ardhur. Jetojmë në Greqi. Si do t'i kaloni? Mirë, me të afrën. Me nënën, me babajnë. Bëni dhe shpesat? Çfarë do bëjmë? Dhurata, për vit të ri. Se zgjodhët të vinit në Shqipëri? Është vendi jonë. Këtu i kemi gjithë të afërmit, prindrit. Ku i kaloni që Po. Jetë mira një vitin barë. Ne na i përgatisim të tjerë, se ne vim si turista këtu. Vim tek të afërmit tanë, edhe kjo është gjë e mira që gjim çdo gjë gati kur vim për festa. Në çfarë vendi jetoni? Jetojmë në Greqi në Ishull. Nisëm në pak traditë të Greqisë, ku do tregoni këtu e tjerë gatimet? Ka gjëra që janë të një llojta, ka çdo gjë ka ndryshime dhe traditët e veta. Vitin e ri e Vitin e rën ata e festojnë më ndryshe, kanë më shumë Krishtlindjet, por se vitin e ri e kemi ne që festojmë akoma më shumë. Vjen shumë persona për vitin e ri, e keni si traditë apo vetëm familje? Nga që vim këtu ne kemi si për traditë, me thënë vim që i kalojmë më këtu, me thënë, kurse Krishtlindjet andaj. Shumë mirë do t'i kalojmë. Me këtë do mblidheni? Me ka djali nga Gjermania me gjithë shupën. E t'na gje gëzuar ky vit, qoftë një vit në bashkësi. Një vit, po shumë mirë i feston festat. Po përgatitet të gjitha. Kemi marrë plot lloj mishi. E t'na gje gëzuar me fëmijë të jemi mirë dhe qoftë një vit i mbarë, në bashkësi, edhe qetësi. Kudo, edhe rrugës edhe në shtëpi. Mbaru vaft njerë të gjithve, gjithë emigrantët nga do që të jenë, gjithë bitë e nënave të Shqipërisë, si Shqiponja që u shpërndam jemi, po me gjithë atë kemi ardhur nga vëndi huaj, jemi në vëndin tonë. Edhe me ato pak mundësira sa kemi. I kemi filluar a shumë e pak, sepse ujë s'kishim, sa kemi mundësi të ndihmojmë edhe njëri tjetrin, unë s'kam as fëmijë, jam me dy vëllezër, vi shikoj se jam nën babë, motër, vëlla Çfarë do për të aka. gatuani? Ato dolmën që bëhet, në një pije, gjithë të mirat, këto dyja. Mjafton të ketë tavolina shtruar, e gëzuar. Na pak, avash. Po me familjen, shtëpi, ditë. Me ato, emigrantët, po. Ja, ashtu. Festa si vit si ka shumë? Ne, jo mirë. Çfarë prisni në vitin e ri? Presim shumë gjëra, po ko dirë, që do bëhet. Keni filluar ato gatime tradicionale? Po, i kemi bërë baklavat, kemi bërë. Gëzuar dhe ju, për shumë vjetë gëzuar. Edhe mirë, po da festojmë me familjen aty në shtëpi. E kemi filluar, kemi bërë mbërësirat. Atë ka poshën e detit, po e pastrojme, po e pjekim. Kanë ardhur emigrantët nga... Kanë ardhur, unë jo, djalin e kam në Amerikë, s'pe ka ardhur, po kanë ardhur. Edhe gëzuar juve, gëzuar gjithë rënjatëve, shëndet, mbarësi dhe gjithë të mirat ju urojmë. Pyesim pak për vitin 2025, si ka qenë për ju? Mirë, Çfarë prisni nga 2025? shëndet vetëm, shëndet dhe mbarësi. Vlonja. Unë jam vlonjate, burri është në Siria. Si do t'i festoni? Me familje, kemi ardhur me nënën. Nënën kam vetëm, kemi ardhur të festojmë të gjithë bashkë, si gjithë njerëzit që vinë emigrantët. Keni filluar me përgatitjet apo? Kemi filluar.
Çfarë keni filluar të bëni? Ëmbëlsirë? Morëm kulaçin që të bëjmë dolmën që bëjmë neve, atë që kemi pasur gjithmonë, traditën tonë, edhe bëm dhe kadaif. Hani gëzuar. Faleminderit, gëzuar për gjithë popullin, vit të mbar. Tradicionale të Sirisë, që se ke dhe burin në ndeje, ke sjell. Kadaif. Atë e ka bërë ai. Se ata e bëjnë në mënyrë tjetër se e bëjmë neve. Pyesim për këtë vit, 2025, sa për juve ka qenë vit i mirë? Vit shumë i mirë. Nga 2026 çfarë prisni? Shëndet për gjithë njerëzit në radhë të parë. Pastaj të tjera. Për festat, si do t'i kaloni? Brezi im ishte brez më i mallkuar. 45, 57, buka me trisk. Vojtëm një jetë të tërë. Erdi 60, filloi, se keni arritur juve. Edhe, filloi, në 91 shubën ndrimi sistemit, brez jene hëngë. Tani në pleqëri, jemi vetëm, janë martuar fëmijët kanë iku jashtë. Janë kthyer për festat e fund vitit? Jo. Nuk kanë ardhur. Kanë punët e tyre, hallet e tyre. Juve me këtë do t'i kaloni? Urdo. Me këtë do t'i kaloni? Vetëm, më ka vdekur gruaja, ka 10 vjetën. Vetëm, që të përshkrush jetë. Viti 2025 si ka qenë? Urdo? Viti 2025. Qa presu në pleqërin? Faleminderit. Po gëzuar festa gjithë vlonjave. Si do t'i kaloni festa? Po çfarë do kalojnë të bamë të pulën edhe atë çfarë thonë asaja, kadaifit edhe kaq. I kanë ardhur njerëz. Fëmijët tu i kam. Do të mblidheni të gjithë bashkë apo? Ora nuk i vlerësoj shumë unë këtë vitin. Thjesht. Viti 2025 si ka qenë për ju? Po mirë, normal. Çfarë prisni atë? Po çfarë presëm atë jemi pensionistë, çfarë? Shëndet, kemi fëmijë të mirë kaq. Hajde gëzuar dhe ju. Si do t'i kaloni këto festa? Më ka ardhur njëri nga fëmijët që e kam jashtë shtetit, edhe besoj se do kaloj shumë mirë. Edhe ju të kaloni shumë mirë. Keni filluar me këto përgatitje? Me të gjitha i kemi marrë kaposhin e ato gjërat i kemi bërë. Ëmbëlsirë keni gatuar? Do bëj baklava ajo. 2025 për vit, si ishte për juve? 2025 ishte një vit jo, do me thënë, shumë i mbledhur. Urojmë që 2026 të bëhet më i mirë. Dhe kemi besim. Gëzuar. Edhe ju të kaloni gëzuar, të dëgjoj gjithë të mirat, edhe shëndet. Fesë shumë mirë, misha oreze kemi, barda. Keni filluar përgatitje? Në kohë. Pe baklavaja sot. Baklavaja është bërë, po do pekim kadaifin, do rrepim kaposhat. Ky ka marrë 3 kaposha shkej, dhe vi njerëz. E të shpisë. E të shpisë, të shpi. Sa ishte për ju 2025? Po, do një ashtu, fitim prurë se nuk ishte. Po, me gjitha të mirë jemi, pa atë. Nga 2026, çfarë prisni? Ta do. Pritet të shtojnë pensionet, fondani pa. Po shtojnë pensionet, mirë jemi. Këto gatimit e vitit të i I bëjmë. Shqyqy zoti kemi shoqen e këtina e bëjmë baklavat, ajo është mjeshtre. Edhe kemi afër. Jeni komshinja? Komshin. Jemi la gjevjetën e. Po mblidheni natën bashkë? Po, natën 12 natës, dani. Ja, këtu i ke të pirë sonde. Hajde në ra 10. Në në gjysëm. Njeri më shumë, njeri më pak. Hajde gëzor me një tjetër. Pastaj rrje në punë, me një tjetër. Gëzuar dhe kalofshi mirë dhe ju me fëmijë, me gjithë dashur. Uroj një vit sa më të mbarë për të gjithë, do më thëmë, edhe sa më bashkë me njëri tjetri. Si do t'i kaloni juve festat? Pra familjes. Jeni nga Vlora, jetoni në Vlorë? Këtu, po jetoj këtu. Do të mblidheni
Po, do të qëndrojmë, besoj, bashkë në familje. Keni filluar me përgatitur? Paka shumë, duke qenë se edhe ditët që mbeten janë të kufizuar edhe kështu që fillojnë dhe përgatitjet kuptohet. Vlora në fund vit është një qytet që merr frymë ndryshe. Drita ndriçojnë sheshjet, muzika shoqëron hapat dhe qytetarët ndalen për të ndarë buzëqeshje, urim ose një moment. Shqiptarëve të kalojnë gëzuar festat e fundvitit edhe shëndet, lumturi, paqe në familjet e tyre. Si do t'i kalojnë? Ne kemi ardhur nga Skjata, si nga një ishull grek, t'i kalojmë me familjet tona, me fëmijët, me prindrit. Keni filluar nga përgatitja? Po, jemi në mbarim tani, kemi përgatitur tëra. Ushqime tradicionale? Po, sigurisht do vi. Receta të ndërtuara me vendin ku ju jetoni? Po, më sjellëm dhe ca receta nga andej ku jetojmë dhe ca këtej nga Vjera, i bëjmë një miks recetash. Vitin 2025 si do ta caktojmë? Si një vit mjaft i bukur dhe i realizimi i ëndrave të tona, besoj. Vitin 2026 çfarë prisni? Më shumë shëndet edhe lumturi, kaq, asgjë më shumë. Gëzuar për shumë vjetë edhe dëgjojmë e shikojmë vetëm të mira, edhe qa ka ngelur mangut vitin që kaloj apo më përpara, shpresoj që mos ketë më... Ju si do ta festoni vitin e ri? Ne do ta festojmë këtu në shtëpi, se fëmijët kemi larg, edhe nuk mund të vijmë për arsye të ndryshme. Keni filluar nga përgatitja? Po, kemi përgatitur nga përgatitjet tradicionale, edhe ajo tradicionale, ju e dini që është një kaposh i vitit, risht, dolma, po mbi të gjitha baklavaja, po mbi të gjitha tjetë gëzimi, shëndeti. Si do ta cilësoni vitin 2025 për ju? Viti 2025 kuptohet ka të mirat e saj, po nuk u mbyll mirë me këto, sidomos për Vlorën, që se zakonisht janë tëmbla në fund e të mirat, në fund tash mungesa e ujit për 5 ditë është jo gjë e mirë në fund vitit. Edhe kjo nuk le një shije të mirë, si thosh. Ka 2026 ta çfarë prisni? Presim kuptohet, presim shpresa është gjë e mirë, që presim gjëra të mira. Edhe inshallah që njerëzit të paktën nxjerrin mësime, konkluzione nga gjërat që nuk janë të mira, edhe t'i zvendësojnë ato me gjëra të mira. Kjo është. Shumë faleminderit, gëzuar. Kalofshi gëzuar për shumë vite, faleminderit. Të gjithë shqiptarëve kudo që janë, anë e kënda dheut, një mbarësi, jetë, shëndet dhe bereqet në punën dhe në familjet e tyre. Ju si do ta festoni vitin e ri? Po, në rutina e përditshme, nuk kemi në një emocion të ri. Boll që ndihemi mirë familjarisht. Kështu. Po, në një të veçantë nuk do të bëjmë, bot që tjetë shëndeti. Ushqime tradicionale besoj. Janë në normalitetin sot, në jetën e përditshme ato, kemi diçka të veçantë siç është mishi i kaposhtit që kemi tradicionale në shqiptarët edhe në shumë vende të tjera, po kur je i gëzueshëm dhe kur je në një harmoni dhe në një qetësi shëndetësore, familjare dhe shoqërore, detyrimisht që dhe orët kalojnë mirë. 2025 si do ta vlerësoni si vit? Po nuk na solli në gjë të veçantë. Në 2026 çfarë prisni? Tashi secili do të mbështetet në fuqitë e vetvetes, pavarësisht nga raportet, pa i bërë bisedat të çojmë në politikë. Po gjithmonë duke qenë shëndetërisht mirë, duke qenë në harmoninë jeta në grup, jeta në kolektiv, detyrimisht që edhe prurjet, kur je shëndetërisht mirë, do t'jemi mirë. Gëzuar dhe ju dhe të gjithë të gëzuar, mbarësi për të gjithë. Si do t'i kaloni festë? Me fisin, me fëmijët.
Vazhdon të ekzistojë tradita ku mblidhen? Po domosdoshmë tradita është baza. I keni filluar përgatitjen? Po. Gras merren ata. Si? Gras merren në përgatitjen e. Ti bëjnë to. Po domosdoshmë. Keni çuar shpezat në shtëpi që Po, i kemi gjitha. Si do ta cilësojë vitin 2028? Shumë i mirë. Shumë mirë, çka ka 2025. Problemet vogla do ketë, po mirë është. Po nga 2026 çfarë prisni? Gjëra të mira po vinë, po gjëra të këqija nuk po vinë, gjëra mbrap s'ka. Mira, gjëra shumë të mira. Në këtë prag ndërimi vitesh, Vlora Flet ju uron paqe, shëndet dhe më shumë buzëqeshje. Le të jetë viti i ri një mundësi për më shumë mirësi, solidaritet dhe shpresë, sepse një qytet është i fortë kur njerëzit e tij besojnë te njëri tjetri.